Ditën e djeshme u publikua dhe një kontratë lobimi që Partia Demokratike ka nënshkruar me një prej kompanive amerikane ku si shifër është $6 milion. Si e gjykoni këtë kontratë dhe a mund të na jepni pak më shumë detaje? Në fakt, e kam studiuar me vëmendje kontratën, edhe është një kontratë do të thoshja unë kriminale, që s'ka ndodhur deri tani në Shqipëri një rast i tillë i kësaj shume, do të thoshja se kështu kontrata të tilla kriminale janë bërë dhe më parë, edhe kemi precedentin edhe të Lulzim Bashës, kemi precedentin edhe të partisë LSI-s të Ilir Metës dhe për cilin ai është dhe në hetim tani për një çështje të tillë, por që një kontratë e tillë e hapur, sepse ajo është $6 milion të shkruara në të. Por të mos harrojmë që e shkruara me faktin janë me të vërtet shumë larg njëra tjetrës. Dhe unë pa e egzageruar, domethënë këtë çështje, por me bindje të plot them që në rast se do ketë një hetim serioz, një hetim të spakut shqiptar dhe posaçërisht një hetim të FBI-s, ajo shifër mund të dali $600 milion. Dhe ka përmasa pastaja, përmasa të jashtëzakonta negative, parë nga kënd vështrime të tjera, që janë shumë të rëndësishme, do thoshja unë. Kënd vështrimi parë që ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe administratën e Shteteve të Bashkuara, posaçërisht administratën e presidentit Trump, ne e shikojmë, domethënë si popull shqiptar në dritë syrit, me bindjen që ata ne do të na i luftojnë korrupsionin në këtë vend, që ata do ta pastrojnë demokracinë shqiptare nga sabotuesit e saj, këto 30 e ca vjet të cilët e kanë sabotuar demokracinë në Shqipëri, që ata do na i pastrojnë sistemin e drejtësisë dhe do ta vendosin, do ta bëjnë ligjin të shenjtë, ku të tërë do të jenë të barabartë para tij, qofshin ata kryeministra, president, ministra e të tjerë, dhe që ligji do veprojë me forcën e duhur me qëllim që ky vend i sakatuar në çdo lloj pikpamje këto 30 ca vjet, i vjedhur, i grabitur, i vrar me afera korruptive të pa imagjinueshme, sepse çdo gjë është grabitur këtij populli dhe pasurive tona kombëtare, sepse ishim një vend me naftë dhe na i morën naftën, i privatizuan për dhjam qeni, thot populli. Kishim armon edhe e vodhën, domethënë, edhe tani nuk e kemi më. Kishim krom sa dhe eksportonim sasirat jashtëzakonshme dhe ne nuk e kemi më atë. Kishim flori, kishim armë sa s'kish ku të vinte më, edhe ne nuk i kemi më ato, sepse u bë trafik i rënd i tyre nga familja e ish kryeministrit Berisha, por edhe nga bandit tjerë të organizatës kriminale që ai krijoi, derisa për ta bërë këtë korrupsion nuk ursyen, por dogjën njerëz të gjallë atje në Gërdec, 26 prej tyre vranë, përveç të tjerëve me radhë. Domethënë, ishim një vend nga më të pasurit, do thoshja unë, të Ballkanit e të Europës për nga pasuritë që kishim, por që u vodhëm, dhe jo vetëm u vodhëm, por pastaj dhe na vranë, se bie fjala kursimet rreth $4 miliardë të shqiptarëve na i mori Berisha me shpikjen në thonjza të firmave piramidale, me suden që ishte pjella drejt për drejt e tij, me emër madje, që t'ishte sudja njëra nga ato që do ngrinte firmat piramidale, dhe pastaj Gjallica, që t'ishte patjetër Shemsia, shoqja e ngushtë e Liri Berishës e dyta, e me radhë të tjerët,
dhe pastaj mbasi i vodhën edhe këto 4 miliard dollar shqiptarëve kursime, vran 5.000 shqiptar pastaj në ngjarjet e 1997-s, kur e rrëzuan shtetin, rrëzuan ushtrin, rrëzuan të gjitha pa përjashtim, hapi dhe depot e armatimit që të armatose i populli. Kështu që në këtë kuadër Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxorën dhe shpallën jo vetëm Sali Berishën non grata, por gjithë familjen e tij, e cila ishte pleksur në krime të rënda, në afera të rënda korruptive. Kështu që dalja e këtyre, shpallja e gjithë kësaj familje non grata ishte auguri më i madh për Shqipërinë dhe shqiptarët realisht menduan që më në fund ky vend tashmë, domethënë do bëhet me demokraci. Edhe vlerësuan që demokracia e këtij vendi nuk filloi në dhjetorin e 90-s, po do fillonte me tërë kuptimin e fjalës tashmë pas goditjes që u dha me shpallje non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Sali Berishës. Dhe ne shikojmë pikërisht në një situatë të tillë, kur ky njeri ndaj këtij njeriu dhe familjes së tij janë hapur disa procese penale në SPAK, siç është fillimi i procedimit penal për vrasjet e Tropojës, për 4 vëllezërit Haklaj, për vrasjen e 2 vëllezërve të tjera Haklaj që janë kushërinj të parë me këta të parët, Cen Haklaj dhe Sokol Haklaj dhe babai i tyre, pra procesi i tretë, për korrupsionin e tmerrshëm të Gërdecit dhe vrasjet në Gërdec, në një moment që u hap çështja e 21 janarit dhe po japin llogari tashmë dhe po formësohet dhe akuza kundër Sali Berishës, edhe djalit të tij, edhe organizatës tjetër të tij kriminale, që e bëri faktikisht atë masakër shtetërore të 21 janarit, në një kohë që ne jemi tashmë që po shikojmë edhe hetimin e krimeve të tjera, të privatizimeve të kundërligjshme, siç është vjedhja, siç është ajo e 4 hidrocentraleve, të cilat ju vodhën hapur Shqipërisë edhe shqiptarëve dhe ju dhanë një firme turke përsëri, domethënë, në mënyrën më poshtruese, do thoshja, sepse fitimi i tyre për çdo vit ishte 10 milion euro dhe shqiptarët paguan edhe 20 milion euro që i riparuan ato hidrocentrale dhe pikërisht në momentin që ti merrnin vetë këta 10 milion euro në çdo vit, këto 10 milion euro i merr kjo firmë dhe i ndan me familjen e Sali Berishës dhe të Ilir Metës. Dhe pra në një situatë të tillë del që për të fituar sa më shumë vende në kuvendin e Shqipërisë dhe për të hequr këtë turp të madh, pra këtë njollë të tmerrshme që ju vu Sali Berishës me shpallje non grata, me akuza nga më të rëndat, domethënë që nuk ka akuza më të rënda se sa ato 3 akuza që i bën këtij nga Departamenti Amerikan i Shtetit kur e shpallën non grata, dhe pikërisht ai në këtë moment kërkon që me lekët që u ka grabitur shqiptarëve, ai arrin që të laj mëkatet e tij, të laj non gratën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë kontratë famkeqe që dukja është 6 milion dhe që është, domethënë, shifër maramendse në pikpamje të një lobimi, por që u thash juve që nuk e shkaq, por është 600 milion, në një situatë të tillë, pra, në një situatë të tillë që është me të vërtet alarmante, populli shqiptar është jo thjesht i revoltuar, por edhe i shokuar. I shokuar në disa aspekte. I shokuar sepse kjo kontratë bëhet në shkeljen flagrante të ligjit. Ne kemi një ligj mbi partitë politike në Shqipëri. Dhe ky ligji mbi partitë politike në Shqipëri thotë që nëse dikush tuajt ndalohen që të bëjnë investime për partitë, të japin dhurata partive, lekë ose pasuri të tjera, asete e tjera me radhë, por edhe shtetas shqiptar që është e lejushme, ata shifrën për të dhënë e kanë me ligjin e partive politike maksimalja $10.000. $10.000.
këtu në shti, bet fjalë që një shqiptar në Tropoja me profesionin elektricist i pas ka dhuruar Saliut 6 milion dolar. Ku i jeti këto 6 milion dolarët që po ja jap ka dhurat Saliut? E para edhe po t'jepte dhurat, nëse ai Tropojan e ka mbajtur shtetësinë shqiptare dhe është edhe shtetas shqiptar, ka drejt të bëjë një dhurim. Po maksimale 10.000 dolar, se ka që kemi ligjin ne, dhe më shumë nuk lejohet që ta bësh. Atëre, jo thjesht dhe vetëm na i gjeti ai ato, por e dyta është e kundërligjshme, se mund të bësh dhurat 10.000 dolar dhe jo 6 milion për t'i çuar ti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, personave pranë administratës së Trump, që Trump të heqë tyja non gratën, të laj ty nga non grata. E dyta. Kam një pyetje këtu. Po? Nëse po themi se Partia Demokratike thoi që ky është garantori dhe legët janë mbledhur nga shqiptarët që janë në diasporë. Pra, nuk është e thënë që ky personi fjalë të dhënë 6 milion euro, por mund të jenë që persona të ndryshëm, emigrantë të ndryshëm mund të kenë dhënë dikush 10.000 euro, dikush 7.000 euro, dikush 8.000 euro dhe janë bërë 6 milion euro. Pra, pse nuk lejohet kjo që të ndihmohet, po themi që Partia Demokratike në zgjedhje, dhe a është e ligjshme kjo e para? E dyta, nëse kjo është e ligjshme dhe arrihet që përmes kësaj kontrate Partia Demokratike, Sali Berisha të shkoj, po themi, deri në zyrën ovale dhe të ketë komunikim ndoshta direkt ose indirekt me presidentin Trump, dhe pastaj kjo t'i mundsoj dhe heqjen non gratës dhe ndoshta të vi dhe Berisha në pushtet. Pra, a është e justifikueshme kjo shumë nëse këto të gjitha realizohen? E para, let na bëhet transparente lista e këtyre që po bëhen donator për të paguar heqjen e non gratës së Sali Berishës. Të na japin listën. Dhe ata listën një ditë do jenë detyruar ta japin, po jo ne, nuk do t'ja japin ata as mediave shqiptare, as ju gazetarëve, por do t'jenë të detyruar në rast se ka listë t'ja japin FBI-s ose SPAK-ut. Dhe do të shikoni që në atë listë është pjesa e organizatës kriminale të Saliut me këtë elektricistin në krye, të cilët kanë vite që bëjnë pastrimin e parave të Sali Berishës, të familjes tij, të Ilir Metës dhe të tjerë, sepse 500 milion dolar për të dalë në burgu i ka quar për llogari të këtij grupi që po punon gjoja për heqjen e non gratës së Saliut, Ilir Meta. Pra, ky grup është grup që bën pastrim të parave të Saliut dhe të familjes tij, sepse vetë këta nuk kanë absolutisht asnjë kokër leku. Dhe këtë hetimi do ta tregoj jashtëzakonisht mirë. Kjo e para. E dyta, që është shumë e rëndësishme, e thash edhe një herë, ti mundet t'japësh deri në 10.000 dolar. Po përsëri ne, në kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin për partitë politike, e kemi të sankcionuar që këto dhurime që mund të bësh ti, ose me leket të tjera me radhë, këto duhet të jenë maksimalja 10% sa fondi që t'jep shteti. Shteti shqiptar, Partisë Demokratike i ka dhënë 45 milion lekë të reja, ose 450.000 dolar. 10%, do më thënë 25.000 dolar mund të marrin ata, si dhurata e të tjera. Po mori më shumë e shkrim, sepse kemi ligjin mbi partitë politike. Dhe kjo, mbi të gjitha, është siguri kombëtare, se ndryshe pastaj ne, partitë politike na i blekan serbët, na i blekan rusët, na i blejnë grekët, edhe këtu bëhet kasapan dhe ne pastaj s'ngelet as një shqiptar këtu, bëhet genocid sa s'ka ku të vejmë dhe ne ngelemi pa dhe në rast se financohen në këtë mënyrë partitë politike. Prandaj rregullon ligji për partitë politike financimin e saj, prandaj rregullon dhe kodi zgjedhor, pra nuk lejohet. E dyta, Partia Demokratike nuk e shpallu non grata. Në rast se Partia Demokratike e shpallu non grata, atëherë mund të kishte sens kjo kontratë.
se po i heqim non gratën Partisë Demokratike. Po non grata i është dhenë një krimineli me emër, që ka emri Sali Berisha, dhe familjes ti të përber me antar të posaçëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se në fund fundit ata që do ta hetojnë atje nuk janë shqiptar, FBI-a nuk e shqiptar, se ne shqiptarët e dim që ky person e shpallur non grata se i ka bërë këto krime në Shqipëri, se ka vrarë. Ky i vrau 5.000 veta në 97 dhe shqiptarët e din se kanë varret e fëmijëve, e të prindërve, e të motrave, e vëllezërve tyre dhe i shikojnë për ditë. Shqiptarët e din sa vrau në Tropoj, 200 vrarët e Tropojës. Shqiptarët e din si e peri Gërdecin, si janë këtu, por ata në Amerikë nuk i din gjërat kësaj natyre, si që i dim ne me kaq hollësi. Edhe atje ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata shikojnë vetëm shpalljen e tij non grata. Kjo ka dhe një prapa sken të jashtëzakonshme të rënd, që klanet serbo-ruso-greke këtu në Shqipëri të instaluara dhe që udhëhiqen nga Sali Berisha, duan me çdo kusht që në sytë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve ta bëjnë të rryer Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duan që të fusin në Shqipëri një frym anti-amerikanizëm në një kohë që Shqipëria dhe shqiptarët 95% e tyre janë pro-amerikan, sepse e shikojnë Amerikën në dritë syrit si vendin që neve na ka siguruar, domethënë edhe na mbron siguri kombëtare këtij vendin e atje kemi mbështetur, vend i cili na dha ne Shqipërisë dhe shqiptarëve Kosovën një shtet të dytë dhe na i çliroi nga fashistët serb dhe nga gjenocidistët serb, dhe ne që Amerikën e duam edhe do ta duam gjithë jetën, por shiko çfarë fryme po fusin këta me të tilla kontrata kriminale, të cilat janë shumë planshe të dëmshme dhe që faktikisht e njollosin rend, domethënë, jo vetëm Partinë Demokratike, por nga ana tjetër hedhin baltë edhe njollosin edhe pjesën e administratës së Trumpit, sepse personat që i kanë marrë faktikisht këto lekë dhe që kanë firmosur këto kontrata dhe që duan të marrin këto lekë, megjithëse janë të bindur 100% që i marrin të keqen heqjes së non gratës, se Amerika nuk janë këta punonjësit, po është një departament i shtetit i cili funksionon me të tjera ligje, edhe ndryshe nuk do ishte superfuqi e botës në rast se do ta merrin për këmbë të korruptuar të këtij kallepje, në rast se do të ndikonin te këta kriminalë të natyrës serbofile të Sali Berishës me shok, dhe aty non grata nuk hiqet sa tjetjeta, por problemi është që këto dollar që ju vodhën Shqipërisë dhe shqiptarëve po shkojnë për dhjam qeni. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit për jush.